dyta lidhen janë dy VKM që janë miratuar për autorizimin e shoqërisë Kajo për të negociuar, për të lidhur marrëveshje me dy kompani për së pari për krijimin e mjeteve lundruese në Republikën e Shqipërisë dhe e dyta për mjeteve pa dron, mjeteve fluturuese pa pilot, pra dronët luftarak. Është për të veçuar fakti që këto dy vendime të Këshillit të Ministrave janë domethënëse, është hera parë pas kaq kohë që në Republikën e Shqipërisë po krijohet substrati për prodhimin e mjeteve lundruese në Republikë dhe kjo është diçka që me vërtet na bën ndjehemi krenar dhe jemi shumë afër dhe finalizimit të marrëveshjeve tani me këtë autorizim që jep Këshilli i Ministrave me palën ndërkombëtare që do vinë në Republikën e Shqipërisë, cilën e kemi diskutuar edhe në mbledhjen përbashkë të dy qeverive në Rom, do t'ju themi më shumë në vijim, në moment që ne do kemi përfunduar edhe marrëveshjen me ta, por do kemi përfunduar edhe negocimin, pjesën e negociatës, por është diçka që me vërtet do të jetë një nxitje jo vetëm për industrinë ushtarake, por edhe për punësimin, por edhe për përfitimin e teknologjisë në Republikën e Shqipërisë, krijimin e një habi të mirëfill të prodhimit të mjeteve lundruese në Republikë. Këto.